se erdhët në Zero Fucks Given Podcast. Kemi këtu një të papërshëndruar që po rri në telefon. Nuk lejohet telefoni këtu. Plas. Ku kemi qenë pa telefon? 2 sekonda se ndoli. Ku kemi qenë pa telefon atje? E kishin një rrugës të arë për këni. Traun. Si ishte pa telefon atje? Tmerr. Unë lë mirë telefonin, lale, po unë edhe kur dola, kompjuteri nuk gjeja do të etin. Desha me fut e-mailet, nuk po gjeja etin. Zero fare. Stakim fare. Okej. Tashi, emrin ta din gjithë Emrin ta din të gjithë. Gjithë heteroseksualit përdorin dy, ta themi dhe këtë. Jo një. Daku duhet ta bëj një kështu, një ta bëj me 2 gishta. Po pse se bën një me 2 gishta? Po të ngjitur vllase. Po, duhet edhe një. Jo kështu. Jo, duhet edhe një ashtu. Po. Ti kemi 2 agjë. Kthej çik kështu për klitorin. Është G-spotja i vlla. Po do t'i futemi aty muhabeti. Po deshe me dal aty. Tashi, se filluam dolëm direkt në temë, ishim motrën. Tashi, dua, të gjithë njohin, po dua emër mbi emër, origin, background, një përmbledhje të vogël nga je. Çun Tirone, dem babadem, linë rrit këtu, jo, jena rrit në Gjermani, se kemi 18 vite që rrim ani, po. Okej. Në Tiranë. Okej, 2 shtëpisë nga Tirana? Po, që të gjithë nga Tirana, me origin normalisht babi është Çam, po. Okej. Çam që është rritur dhe babi po në Tiranë. Po sa vjeç ke vajt në Gjermani? Po unë në 2006 jam shkëputur nga Shqipëria, edhe para 2006 unë kam qenë me studime në Turqi, se më duket kë gishti se më bën na, çdo gjë që thu na. Jo, daku ky është me ata, se ka me ty. Jo, ja di pa po se kur kthej kështu refleksive. Po na. Po ndal si shelo. Edhe para 2006 kam qenë në Turqi. Marrova ato studimet, i marrova 6 semestra për arkitektur, i lash për gjys. Vetëm gjuhën mësova, u ktheva mrapsh, pastaj në Angli, dhe në Angli është bërë një ndrim emri, se unë se kam emrin tamam Liam. Atë vjetrit gjithë e din që e kam Mandi, më thrasin Mandi, e kam Armando. Po më zemra, emri artit më ka ngel Liam se me probleme atëre në Angli. Po emrin e çuditshëm që si e ke Mandjaro është Armando minona. Po e kupton. Unë e kam ndru emrin nga Armando Liam në Angli, se kam pas problemet e mira që në koha 97-98-ës, dhe më ngeli emri me atë emër, unë transferova nga Anglia, erdha prapë në Shqipëri, kur më thonin këta, si më dha do e mash emrin Liam ti. Shkova ke lagja dhe ndrova emrin. Mora një vërtetim që s'kisha ndrekje penale, direkt e ndrova Liam, edhe tash emrin e artit, thash, po ja fus Armando u menova e bëra Mandjaro, vetëm ndrova. Super. Emrin dhe doli Liam Mandjaro. Është një teori kështu konspirative, se ku e kam lexuar, që në momentin që ndron emrin, ndron dhe fati. Me rob shtëpia. E kena hongër pra. Inshallah. Jo, me thon drejtën mirë, se ka ndruar emrin. Ndrojnë ai gjë kështu në jetën tënde. Jo, shqyrë, me ashtu kena në kështu nga. Se unë i besoj këto budalliqet, ja. I besoj? I besoj që janë ca gjëra që edhe fiksohen. Orientimi seksual hetero ka ngel që zoti pavarësisht gishtave. Okej, këtu jemi në rregull. Po tjera ti shohim asaj. Okej. Në Gjermani, arsyeja e shpërnguljes. Unë kam pas gjithmonë qef tekno, lale. Ti ka ardhur një dyert, ishe, si të duk. Jo, këtë tek ditë kam qenë, po unë me teknon nuk i kam marrëdhënie të mirë. Jam përpjekur se kam ca shoqe që dëgjojnë shumë, edhe nga që shkojnë ato, edhe unë se çfarë do bësh, e kupton, edhe përpiqem kështu, ja fus me të pira, se them ndoshta e ndjej më shumë, po të pi, po më keq bësh. Jo, po nuk ka fare, nuk më jep ndjesi nga brenda. Është vërtet, edhe ka njerëz që kur edhe që nuk e kanë qef, një herë vinë dhe ngecin ke ajo pjesë dhe thonë super dhe e pëlqen. Po ka dhe nga ata pastaj që kur si pëlqen. Mendon që është ndonjë gjë që it grows with you, që ndoshta po ta dëgjosh më shumë edhe fiksohet apo varet? Impresioni është impresioni i artistit në fakt, varet ka artistë, për shembull ka artistë që të bëjmë për vete, edhe ti nëse se ke qef thua ti punë se kam qef, po prapë unë po e ngjoj. Kurse unë kam zgjedhur një kategori shumë underground, nona, kështu që s'ma ndjen fare me u marr me njerëz dhe u bëj. Po që ishe kështu në zonin tënd,
edhe ishin të gjithë kështu, tu ik truri o zemra, tu ik truri, për zotin tekno jam duket kështu sikur je për sikur kena i demon brenda që ke nevojë ta nxjerrësh, a kupton? Është vendi safe për ta nxjerrë. Është e vërtetë. Po është interesante, është i farlloj artin në vetvete, mendoj. Unë kam 18 vite që e bëj, gjithmonë e them kudo që shkoj, e them sikur merr Lalin tat, më çon kështu me pushime dhe se di kur kthehem mrapsh. Po të përdor një drogë sintetike, unë I ka Lalion, ke 3 ditë tallava. Mirë. Tallava kështu, tallava jam. Dëgjoj, unë mendoj që me drogë edhe unë po të pi drogë do më shijoj teknoja, edhe unë do filloj ose të shpëm këtë nuk e thash për atë pjesën, jo që jo me gjën sintetike të manipulosh muzikën dhe të pëlqesh muzikën. Muzikën unë e pëlqej edhe pa atë. Po e kisha fjalën kur unë filloj e festoj. Nuk e ndalim. S'kam ndalim pas ja kupton ja 2-3 vjen zëvi. Po shumë mirë, në rregull jeti. Po në rregull. Po mirë. Ka ndryshim si ke festuar partit në 20-tat e tua me tani? Shumë Lala. Ke qenë i harbuar apo je bë tani më apo si? Jo, tash ti shumica mosha bën të veten, eksperiencat që ti mbledh kur mëson nga eksperiencat nga negative ti ndahesh. I thu si nuk iki mua aty se ishte vari lesht. Iki këtu se më pëlqen për shembull, më kupton? Gjithë to eksperjenca ndahen me kalimin e kohës, ç'a bën edhe kur je artist, ti mbase nuk e kupton këtë pjesën, por kur ti je artist që ti bë muzikë për 5000 veta, që maksimumi ka qenë 7000 veta që kanë pas përpara, edhe këtë e bën kontinuer gjithmonë duke bë muzikë, ti nuk feston dot vet. Ti nuk shkon dot, nuk futesh dot aty në grumbull edhe të festosh, sepse ti je I mësuar që po bën për njerëzit, më kupton? Edhe është shumë e vështirë. Mendoj edhe ty të shijon ndërkohë që je të luajt apo është po them jam dy dimensione ndryshme. Kur dal për shemb pra ne nuk dalë edhe shumë jashtë, kurse tash me moshë çdo gjë me moshë, tash kam prioritete të tjera për shemb me biznese gjëra. Muzikën e kam qejf e bëj. Se do kalojmë dhe të biznesi, po kjo pjesa për shumë mendon që po të pish alkool ose drogë ose ku di unë ndërkohë që ti luan, mendon që të ndihmon më shumë ose ka ndonjë ndikim? Ja ta jap edhe një referencë ose të them diçka si punoj unë edhe si kam punuar, që edhe për këta që na shohin mos thonë po këta më ç'a gjën këta xhanki ç'a janë të fol. Po ata le të thonë ç'a duan. Po jo më gjithsesi ta themi, t'ia shpjegojmë njerëzve për kulturë. Edhe droga është si puna e alkoolit. Duhet dish ta pish, duhet dish të rrish, duhet dish me njerëz të komunikosh. Kur unë bëj muzikë, kur nuk filloj drogum, kur kam filluar ndonjëherë drogum, kam qenë kështu, edhe e kam lënë, e kam thënë, më futo se kene resident DJ vllase se nuk bëhet. Am kupton? Nuk bëhet. Edhe më ka ndodhur edhe kjo. Pra, të thash eksperiencat, kur ti ke këtë eksperiencë, anashkalon, nuk e bën më dhe vazhdon. Por unë gjithmonë në përgjithësi filloj punën, I ngranohem me emocionin, edhe kur e shoh që e kam çdo gjë në kontroll, thras majtas, djathtas, atë spaçatoren, I them Lali, hajde ke Lali, pap të viza, vazhdo mas. Dhe këtë shijoj kështu. Po. Se kam thënë për shembull edhe këta, jo Tomorrowland, këto budallishës janë, po. Jo po për ty, hajde. Budallishës janë se Tomorrowland do tisha me shku, po. Po ti gjejmë ja 2 bileta, ikim. Edhe ja fusim. Atje pi drogë që motrën, me ik aty duhet, aty po spive drogë, aty vari lesh. Aty po spive drogë do ikësh shtëpi. Do ikësh shtëpi se do duket vetja offside. Po, totalisht. Ideja është Parokaville, është një nga festivalet që është paralel si puna e që unë kam marrë pjesë para 3 vjetësh. Ka qenë një nga giget, po themi më të mira që unë kam pas karrierën time, dhe ka qenë I vetmi vend që unë kam pas 7.000 veta përpara. Dhe ka qenë një atmosferë wow, Unë më imagjinoja tash se bluzën e kisha lidhur në kokë, la kuriq, vetëm me boksa short të ngrejtme si ti brekësh koçare, nuk e ke parasysh brekët koçare, kisha ngret bokserat edhe me aty dhe ec Lali, kisha futi gjysë ekstazi dhe isha në Terezin time, as ma ndjente fare. Atë të privon kjo gjë, ti je I lidhur
Jo, për gjithë ato që në shohin lale, jo, i shalë që të vënd konkurencë, të kapim në njëzës. Po ishe i lidhur? Ishë kam qenë, po një vit e ca që jam darë, po më tepër jam i fokusum ke biznese, unë si bëj dot edhe me femrën të merrem edhe me biznes, lale i kam shumë të vështirë. Nuk ja kushtoj dot kohën, vetëm e marr në njënën kështu vetëm just for fun. Me ça balanca ime është 10 minuta, bam, 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 hajde ik tash, hajde do vish ti prap nesër, do vish prap nesër, po vetëm ta shpjegoj. Ta shpjegoj pra? Tash unë po jap sekretet e meshkujve ti s'do t'i dëgjosh. Po të dëgjoj, na falni shumë, Ideja është këtu. Ta marr një për qef, okay, qefi është qef, për one night stand i bëj këto gjërat, nuk është problem, po që ti fokusohem ke femra dhe ti jap atë që unë do të jap, për momentin nuk e jap dot, të desha thosha. Sepse po merrem me biznese, me gjëra, streqe shejtan. Që janë? Qa janë? Që unë për momentin kam po hap një faqe online, po mundohem që ta bëj me ca parametra europiane, me dërgim postar me një proces super të mirë, me një dërgim falas, Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, nuk paguan fare, ti vetëm për shumë porosit të vjen ke shtëpia, edhe në qoftë se nuk ke mundësinë për një kartë krediti, për PayPal, PayPay, qa janë gjitha këto, Apple Pay. Pra, nuk ke mundësi, ne kemi kontrat me postën tonë, qa bëjmë në lali? I themi postierit kur ta qosh meri lekët aty në dorë. Pra, për mbi emër i bie, që kur e qon aty, qofim. Jemi akoma në fillime, jam duke mbaruar showroomin, se showroomin është për ty, për gjithë shoqërinë time, nuk është se në showroom do ketë shitje, por do ketë një diçka tjetër. Një diçka fantastike, për shembull do të vish ti, kam unë 40 ose 50 produkte aty brenda, do vish ti, do mbyll derën unë, zgjidh çfarë dush, e ke gjithë showroomin tënd. Para se ta shohësh online. Është një alternativë edhe për klientët do bëhet kjo pjesë, më kupton? Po, për gjithë. Po tani është një faqe, ekziston një faqe Instagrami? Me 1 mars Instagrami ekziston, kam hapur një faqe Instagrami që do lidhet me TikTok, me faqen .com që kemi. Që do ta vëmë në description edhe këtu lart. Dhe që ta vazhdojmë tani ta bëjmë tamam, se harruam këtë pjesën. Tani, deri ku më shikoni? Më shikoni? Apo s'më shikoni? Më shikoni. Jam brenda? Jo, s'jam brenda. A ke gjë poshtë? Poshtë kujtë? Ishe në tak, fap. Qa bëjë në zemra, unë s'kam... S'po bëjë striptizë, mi shqipësha jetën. Shiko, bluza. Kjo është një nga bluzat e Liamit që ma solli sot. Tani t'ju bëjt lajka këshu kote më kote, si qyshtek, shikojnë i vetë. Jo vetëm ta shikojnë, po ti mund t'i thuash edhe diçka për materialin, si e ndjen ti në trup, atë pëlqen ty, se kjo është. Po, më pëlqen, super material është, me thënë drejtën. Super material, off-white, ti ke vetëm bluza apo ke bluza, hoodie, kemi për meshkuj shumë pantallona, tuta, tash kemi hyrë këtë shkurtrat, kemi ca komplete të shkurtrash për verë. Pra kemi artikuj, kemi mbi 40, mbi 90, më fal, 94, diçka e tillë për meshkuj. Po në mes të këtyre kemi edhe unisex, që po e ke veshur ti, për shembull, mund ta vesh edhe meshkuj dhe femra. Më pëlqen super shumë. Të gëzor zemrën, edhe të shkon shumë, ta them sinqerisht. Shumë faleminderit. Të shkon shumë. Ngecje trurore, se çfarë do thosha për këtë punën. Edhe një pyetje tjetër kam për këtë punën e biznesit, nëse ti nuk ke ndonjë gjë tjetër për të shtuar. Jem bashkëpunim me dikë tjetër, se më duket të cekë pak shpar, po si të lindi ideja, si filloi kjo gjëja? Atëherë pyetja që kam filluar me të radhë ty flokët lale. Po, do i fusim në mbjellje. E ke pat foton e Manushit që është sponsor o zemra? Ja, po ti ke Manushi ka i foto sponsor në Instagram. Asa dhe aje është i mirë. Është shumë i mirë. Atë për sa i përket këtij biznesi, quhet Vagon. Vagon vizë poshtë AL, me pika L e kemi ne, por është një ide që unë e kam pasur në 2004-2006. Unë në 2004-2006 kam pasur, ti mbase nuk e di, është Villa Palma. Villa Palma në blok, ka qenë përballë Villa Palmës, unë kam pasur një butik me emrin Vagon. Edhe unë kam pas një strategji të papar fare. Unë sillsha vetëm një bluzë. E varsha në
në dyqan, vjen ti për shembull ti ke qef ose masa jote është e zem large. E shef ajo është medium, nuk të bën. Ç'a bëja unë, nxishe e fletore me stereolaps, them ti motra, hajde ngjela liot, ma jep numrin e telefonit, hajde javës tjetër e ke këtu. Dhe kështu punoja me shumë klient. Kush më hynte në dyqan, unë vetëm shënoja emra dhe me metër kubi, siç nga Franca ande nga Isiça. Edhe sa vinin në dyqan i merrsha gjithë në telefon, shitje direkt. Do me thë nuk e prap, do bësh prap këtë njëjtën strategji? Jo. Tash është ta thash që po më tepër me online, po mundohemi më tepër me korreksin. Unë mora vet me i faqe se s'po jap emër, mora vet kastile vetëm për të pasur si funksionon online këtu valla. Më erdhi një kuti me një qese, e zoti mo thash, mirë që më erdhi, po nuk mbote. Nuk mbote dhe i mora në telefon dhe i thash, valla, ka mundësi të më japësh një tjetër, jo, nuk më japim, nuk marrim mrapshta. Imagjino që sistemi online kanë këta këtu për të blerë gjëra, ku unë bentimen mendoj që në qoftë se unë do jem aq strikt edhe unë do i sjell një material që është një material i mirë, plus ne kemi një kartë për 20% që do e ketë në kuti brenda, ka një parfum të vogël, ka një mbajtse çelcash. Pra do e bëjmë siç unë kam dëshirë të experience më vetë si gjë, ajo. Unë siç kam qef vetë që më vjen një kuti e mirë dhe hap me qef. Ashtu do t'ja çoj edhe njerëzve, kudo që janë, si në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri. Po kur të fillojnë të afrohen këto, pastaj që do thonë hapi biznes Liami, do thonë. Po inshallah na del na një me tru biznesi. S'ka problem. Ato s'do ofrohen që të bëjmë bashkëpunim biznesi, se pra duhet i kesh ti sytatër, a kupton? Shohim Lalit, shohim në zemrën. Po, e di një loti që nuk e di a e ke diskutuar me mamin kur ke dal nga Bigu apo jo, po mua më tha që kur ishit bashkë se më ka thënë që ju ka ecë super shumë muhabeti. Shumë. Po, e ma bote u kisha me ata. Unë me Julian, unë vetëm qesha, ne bonim plane në krevat natën, tash në krevat se kemi pas krevatet njët. Edhe i thoshe, nesër do zjena. Edhe fillonim nesër me Julian, edhe në fund fare, na ka të je qeshme. Nuk e banim. Se manim do të. Na mos ja fut kot. Qa do bënim? Ma bonim mu, i thosha, Liamit, tash nuk e di kur mutin ta ka thënë ty kjo këtë që se kanë kamerat, po nesër mua për tjetër. Hati. Se e dia. I thosha, hajde bëjmë, tha sikur më ka të smonti mu, sikur jemi të lidhur, pasta se do bëjmë super shumë. Edhe ti na mashet ti krenarin e shtetit. Po, e hongra aty. Aty ishte fajim. Aty ka qenë fajim se... Është mërzit shumë për këtë punë. I ka ngjen menja. Po qa budalaja, do ta kupton. Sa ajo tjetra që ti ishe i lidh në atë periudhë. Po, kam qenë i lidh. Ajo duhet... Mendoj unë që një gocë edhe i kupton. Tashi në qoftë se unë kam reagu, jo se du tashi që mos dal keq ke kjo pjesë. Unë e di shumë mirë ma ka thënë, është e vërtetë, s'ka gënjur asnjë gërm për këtë pjesë. Po unë e dija shumë mirë se sa konservative ishte ajo karja nga krau tjetër, valla. Apo më kupto? Edhe unë s'kisha menje fare me u marr me atë. S'kisha nerva atë. Po, e kam parasysh. E ke dia të... Po mirë, si ka mundësi ti me një femër konservative, Otaku, se o lala më bie. Dgjoj, nga ka shumë njerëz që influohen nga vetëm nga kur unë bëj muzikë, për shkakun më kanë ndodhur shpesh herë ke femrat, jo se them se unë jam i bukur edhe ne këtej. Po influohen nga muzika, valla, thonë DJ çuni huj. Një buzëqeshje, një çik muhabet, ngjit më tepër dhe ngec. Po, se ke vibe, kuptoj. Ngec robi. Marr vesh, po prap ngec robi e di ça përputhet me ty, se është tjetër ngec si futi kollodok, është tjetër. E diti nga që nga njerë seksi të bën edhe po ndodh dhe kjo, po mund t'i ndash. Të bën si ato kuajt e garave që kanë ato kapaqe tu dhe vetëm. Po, ndodh dhe kjo, po në të njëjtën kohë mendoj që robi duhet i ti aftë daku t'i ndaj emocionet nga... Po ja ndodh, ja ka ndodh. Nëse nuk ndodh që ju jeni të përputhshëm. Për shembull, unë në këtë pjesë ta thash që thash një pjesë negative. Negative jo se ajo vjen nga i kultura, ajo është kurde, jo turke, kurde, por rrit në Gjermani. Sa aty jemi njoft. Shikoj që ajo është konservative, nuk është gjë negative. Nuk është negative, po ashtu është kultura e saj. Me ty, unë të paktën kështu mendoj. Ke shumë të drejtë se nuk jam më me atë. Nuk jam pra. Po ideja është që po ta thashë. Dhe ideja është që nga njëherë ngec njeriu, por për sa i përket asaj pjesës, pastaj ishte një eksperiencë, ndodhi ç'a ndodhi dhe ja, unë këtu thuj që ka 2 macet e mia, po i ma ajo akoma.
A, ky është hall. Ky është hall me rrobë Mace që ke ti tatuazh. Po. I ka ajo. I ka ajo në shtëpi. Nuk është se jemi ndarë kështu, ëh. Okay. Ke parasysh Keni akoma kemi marrëdhënie të mira. Ideja është që un kam vizionin tim kok, vizioni im ishte të vija në Shqipëri mbas Big Brotherit dhe vazhdoja me bizneset e mia, gjërat e mia. Ajo ka bizneset e veta në Gjermani, që është shumë e vështirë që ajo t'i vë një 0-0 atyre dhe të vije të integrohet këtu. Kështu që kur ndodh tani. Normal. S'ke qa bën. Po mirë, mendon që ti tani, se ta lidh me këtë, ti nuk po rri në Gjermani, nuk po rri këtu. Po, për momentin unë jam në Gjermani, po shkoj vetëm 2-3 ditë, shoh shtëpinë time, vi prap, këtu kam marrë një shtëpi tjetër, që do të ftoj dhe ty dhe Julien marrë për darkë. A isha atje që ishte në blok që taku? Jo, aty kam shtëpitë e mamit dhe të babit. Edhe aty kam një shtëpi, po kam marrë mu këtu ke farmacia 10. E di ku është farmacia 10? Se ka unë jam shumë keq. Ku është farmacia 10? Edhe ti se di vlla? E di. Është këtu afër diku. Nëse është shumë afër prej këtu. Është shumë afër prej këtu. Prandaj thash do ju ftoj se. Mund të jetë një 10 minuta në këmbë. Po jetu e blea, jetu... Jo, e kam marrë vetëm me qera, se është shumë e madhe, është 150 metra katror, 60 metra vetëm është një dhomë që kam bërë showroomin. E ke bërë edhe... Po, kam bërë showroomin unë këtu dhe kam një dhomë që do rri vetë për vete që t'jem aty edhe punoj, se çdo gjë. Super. Kështu. Okej. Po do me thënë një back and forth, tani, duke qenë se keni 18 vite në Gjermani, unë se kam iden, unë kam 2 gjysmotra gjermane nga ana e babit. Si. Po. Edhe? Po nuk kam qenë kur, thjesht, a kupton çfarë di kështu me të dëgjuara, edhe jam kurioze të di kjo si janë femrat atje me femrat këtu në marrëdhënie dashurore ose qasja, ose qa ndryshon, ose njët natës, e ke parasysh si funksionojnë? Të gjitha janë ndryshe. Të them të gjitha janë ndryshe që është kultura. Po. Është kultura që i bën këta njerëzit, po themi si femrat si dhe meshkujt. Për shembull, të shpjegoj ca raste ose 2-3 raste për shembull që më kanë ndodhur më. Për shembull, kam njohur një vajzë në klub, pap one night stand, tak, pavarësisht se unë DJ ke i klubër si rezident dhe ajo aty në atë klub, vinte herës tjetër, një natë më vonë. Sigur se kishe qita mama, ke parasysh që çfarë do të fuse unë me nime mos ne, çfarë halli ka kjo tash, çka kam bë pse se çfarë do të shkaqen me qenë mazokist me e lidh fare, me ai ngrushta se. Ishte kështu. Ose është normal, po kjo është kultura, ose në fillim për shembull raste të tjera që më ka ndodhur me femrën tavolin që në Shqipëri nuk do të mbase ti e di se ke jetuar në Amerikë, andej e rrit edhe ulesh tavolin unë si mashkull shqiptar me kulturën shqiptare paguaj tavolinën më zemra. Normal. Më njofti gocën e ujë, tak çit lekë dalë, jo, paguaj tavolinën 1 herë, 2 herë, më kapi goca ujë, më tha dëgjoj, mos e bëj herë tjetër, tha, këtë pasi s'po e kuptoj pse po e bën, unë kam lek vet, tha, paguaj vet. Qa thumo? Unë zbritaj qik poshtë, kështu thash, boqa i njërimi, qa halli ka kjo tash. Kur mësova unë se kam 18 vjet, o zoti modh them shqyr, do dal tash se cili pagut vetën. Po si është kështu, nuk është gjys, është jo se të pyet kamarieri më zemra, unë kam jetuar në Angli, kam jetuar në Itali, kam jetuar në Turqi, kam jetuar në Shqipëri, në Gjermani, pyet kamarieri, o vlla thot do pagush gjitha bashka pa tek e tek. Aty s'ka gjë më të mirë kur mësova tek vetëm të mia. Shiko si ide është lezetshme, po desha me shoqërinë, a kupton. Dëgjoj, jo. Këtë unë ta thash, pse ta thash këtë gjë, që ta kuptosh se sa të pavarur janë ata njerëz prej kulturës, prej financës që kanë. O vlla, shkojnë punojnë, ajo goca ujë merr 3000 euro. Ti për respekt, ti po merr respektin që i bën femrës në Shqipëri, po e merr po e çon në Gjermani dhe do t'imponosh një gjermane, që fiton më tepër lekë se ty. Normal që ta thot ajo, ola limlej çikrat, se nuk janë mësuar. Pra këto janë rastet që femra gjermane është shumë ndryshe se sa femra shqiptare. Po, ç'a të pëlqen ty më shumë tani, kështu thell në atë në vetdijen tënde, ç'a do ti? Ç'a do ti dëgjosh? Qa do ti, më thuj? Do të di qa do thosh ti, qa do të vërtetën, nuk du, thashtë, këshu. Dëgjo, unë me femrat gjermane nuk e di plaka ime i përqe shumë.
Se kam pas një 2-3 që edhe I kam sjellë, ja kam prezantuar. Okej, që kam ndja hap plaga, se përgjithsisht janë një çik shumë. Po jo, I po ku 2 plaga, se tash kur tefton unë kur po më dhon kjo unë tefton tash s'ka dhoma tjetër. Ideja është këtu, në shumë raste femrat gjermane bëjnë t'i thajnë buzët. Që ta kuptosh filozofinë e tharë të buzët, bëjnë seks lale për seks papar. Ç'a thumë? Femrat gjermane janë lale të papara fare. Kam një gjunë të bëhen për këtë. Po, më thuaj me sa veta e ke folur këtë temë. Nuk ka rara sikur të gjoj për ndaj gjerman me thon drejtën ose gjermane. Gjermanët I ke kështu, që të gjitha thojnë zbojnë. Kur thonë këto e thonë gjermanet, se të huajt kurse shkojnë me meshkujt gjerman. Kurse femrat gjermane shkojnë me meshkujt. Po janë duken një çik shumë mazokiste, sadiste, janë të egra, duken një çik. Kanë atë, po ajo më pëlqen mua, për shembull dominanca nuk fillon tek pamja, fillon momentin që futesh në krevat motra. Kur futesh në krevat, pastaj gjithsesi jemi të dy soj, edhe po ti je I vogël, krevati se balancohet. Po femrat gjermane për seks janë super lala, edhe të pastra. Edhe të pastra. Po ta them ty Lali se jena të fol. Po ta them ty Lali. Edhe gjerman ti jap Lali kam e dinjo. Gjermanet e ruset edhe turket I ke super femra. Omega. Shiko këtë janë muhabete që unë I bëj përgjithsisht me çunat edhe flas shumë lirshëm. Pieri minona. Po është thjesht lot se po e bëj në një podcast të gjë. Thuaj që më vjen not nga një herë që vi shpejt, e maksimum 3-4 minuta të dhjefsha lepurin dhe me veten time. Çpata unë. Mos jemi në podcast. Për të gjithë ju që po e shihni. Plus 18. Çfarë ore jepet kjo me tërmen? Apo e lëshoni ju? E lëshon. Kur t'jetë gati? Në orën 7. Po bëj këtë rallë. Midis dark bëj këtë rallë. Po shoh dagu me klikimesh sërse të del aty e ti sa e çdo. E kena çuj çik pluma thuj këtë rallë. Do e vëm nga ora 12 ju lutem. Do ishte shumë interesant në fakt. Është strategji marketingi. I kena qi motrën këtë rallë. Kështu që u futëm mirë në dhomë të rëfimit, se po hap zort e barkut, u futëm gjithë çunat në dhomë të rëfimit. Edhe ta kishte mërë molli me shajt, me ja qifsha ropt kishe, se gjitha të ba ty mrena që të ba ty mrena, ha më ti idiot, ignorant, s'di që thua, ku të futat këtë më të qifsha montron, ropt, visin, qa keni gjithë. O, disha me rëpshpje. O, dagu, unë me rëpshpje këtë ka mendu gjithmonë me u fut me na kështu reality TV show, them si do rri pa shajt o plak. O lale, unë po them, ju l'deda ma bote mu po ti qa ke, po i ko rot karin me aty mrena në dhëm trofi, i ko rot karin, nërë po ti bota nuk flas mota. A, më sikur shaj, i kot pa të gjithë shaj. Po të gjithë, po fillum aty mrena në u mekëm kena qesh, unë të kam qetë po shurën brek, mu blokun brinjët. Po, ma mirë mëndja. Ishti dalë mua betit shu balla zi unë. Naj 3, 5, 10, apo keni përjetuar? Po më edhe gjithë të gjërat I kemi përjetuar, derisa ka ardhur një moment që ne kujtuam se po na shfrytëzoni. Po na shfrytëzojnë tash i thë. Jo, më kam rastisur maksimum me 4, po ajo ka qenë 4 femra dhe unë kam qenë vetëm. A, mo I këti me rëpshpje kush ka ta 4 femra. Po, ju nuk ka qenë për të mbajtur, pra kjo është ideja tashin. Jo se për qa ishte për gallatën për qeps, po kur më kishte këmbë tani, me 2 kap çu. Ha mo I këti. Ishte kështu të tërëzitime. Po mirë, s'pas ka pas presion të pak. Jo. E kishin ato presion. Ato gjitha loj, gallat, gjëra kështu. Me topa pipongu, kishim raketat, njëra për shembull rrinte kështu, na paf me top pipongu. Tuja besoj se normal. Po ja, mos e Shqiptarët janë ndershme të lutem shumë. Shqiptarët e kanë kompleksin Lali 755.9. Keq. Por na I nato zemra që ke bo na I gjo
kështu, ku di unë që Arop të zgjuar mëngjes ke thënë unë jam karderi më i madh, a kupton. Mund mos ketë pas lidhje seksuale, ti është ndonjë gjë që e zgjuar, a kupton, ke qenë kështu që Arop po zemra. Nuk do të sa bukur edhe nga i natë që e zgjuar mjes, dhe ke menuar që jam karderi më i madh. Sa meshkë 80% e meshkujve ngren mjes si kardera. Po mirë, se kisha tekstualisht ashtu unëra. Ja, po ku e kisha? Si kardera, thot ky se kanë gjithë me thonë ti që janë kardera. Vallai unë kam, në qoftë se do të dish më tepër për penisin, ka muskull penis, ka dhe me që ngret me gjak. Blut penis. Pra blut penis është kaq, është 2 cm, momentin që ti vazhdon në kryer marrëdhënie seksuale, bëhet 18-19. A kuptoj. Edhe unë jam një nga ata persona. Mund ta lexosh në Google, mund ta shohësh për shemb. Që ta dini. Që ta dini edhe ju meshkujt, që janë 2 lloje penisesh, edhe vaginat ka të ngushtë edhe të thellë dhe ka të gjertë. Profesor, po normalos. Çfarë do bëjmë? Na ka bos jetos. Ama për zotin, kur Po mirë, mora vesh unë, leksionin e mora vesh, po merri numër dagu, nuk e di fare kush është, po s'kam nerva. Hapi ata që hapi. Alo? Ata dëgjojnë. Princë mos është në korrier. Hëmo. Po, ku jeti? Që ka posta. Okej, tek... Ka porosi dildo. Është një supermarket, aty mund ta lësh aty, një supermarket fruta perime. Ma shumë pyetjesh është tuna bovlla. Karter. Po, bravo. Okej, hajde. Se nuk ka strategji fare për t'ja mbyll shkurt. Filan vend të shpejt dominanca e femrës. Ku është? Hajde. Çfarë ke porosit me zemrë? Dildo apo? Po jo, po zemra i kena qyt me bashkëpunim me rroba. Çfarë dominancë po zemra? Çfarë të solli? Tash edhe njerëz. Rroba më dal. A ti shohim njëherë të. Jem këtu besoj kur ta sjell. Unë do e marr nesër mëngjesit te po te supermarketi. Po janë kështu kostume. Jo, vetëm du të shoh paketimin se nga që Okej. Më kupton çfarë them? E kuptoj. Po s'besoj t'ju ha shumë atyre se mu po ma sjellin. S'besoj se flas shumë, se sjellin paketim tjetër për mua, do kuptoj. E kam ndryshe un paketimin. Jo, thjesht për kulturë desha ta di ta shifja se si funksionon kur dalim poshtë e shohim. Po. Po më posa harroj gjithmonë. Okej. Do ta mbyllim kështu shpejt se unë mendoj që njerëzit morën goxha nga kjo. Goxha. Edhe leksione, edhe ha hi. Edhe na falni për vulgaritetin gjithëve, po nga një herë kur jeni në një atmosferë familjare dhe ndodhin dhe këto shprehet lisho fare, bravo. Nëse do bëj collab me një artist të vdekur ose të gjallë, kush do ishte? Të gjalli normal se me të vdekur. Kush do ishte, kush do ishte im? Kush do ishte im? Tashi unë në qoftë se bëhet fjalë për muzikë, qef do kisha është në masë ju nuk e njihni muzikës elektronike quhet Josef Kabriati, me atë do kisha shumë qef. Është DJ bote, në të gjitha kontinentet e botës është i njohur, po edhe në Shqipëri mbase mendoj që e njohin shumë vetë, me atë do kisha dëshirë që të bëj kooperim. Beson që ne zgjedhim të vim në këtë tokë? Unë jam as ateist, unë jam agnostika, unë s'besoj në këto gjëra. Kam dal nga ajo e mamit, që më ka thënë jeto, bëj çfarë dush, besoj këtyre dy duarve, unë i besoj këtyre dhe... Se kena i supersticion. Ja, sa shufare. Në funksionojnë këto, është ky portofoli plot. Nuk frinoj ditë edhe mendo se unë kalojnë ditët tem për shembull, Arop, universi, gjoja, tjetra, kupto, besoj gjithë kena këto momente. Tash nuk duhet dal as naiv, as idiot, po se nuk e menoj, nuk ka arsye. Edhe kur thonë për shembull, ç'a jeti Luani? Jo Luanët kështu. Aha, Luan ti o dagu, po se jam të vetë, kupto, është tjetër muhabet. Okej. Kur e di klindjen ti? 26 korrik. Ai korrik. Ani nga funi pra. Si po më të unë duar ta... Ftot, po pra, fakt duhet i kisha unë tashi. Ne duhet i kishim duar ta agur. Tashi, na mori kështu me lento me tërmen kjo. Okej, do ta mbyll me këtë pyetje. Mbyllë. Dua të më thush, hap pas hapi, qa boti kur ke qef i femër, si e approach, si thonë më, si e tërhesh. Tashi, do ta dish hap pas hapi ku kam qenë
para 10 vitesh, apo do ta dish tash ti hap pas hapi? Më mirë tash ti se e kam pa. Ose dole sot. Dola sot bashkë te një klub, se s'po bëjmë reklamë. Ikëm ke klubin e Lali? Po, ti super pill, zemra the shia rob ta kupton. Për shembull, po të jap një ide. E njeh një Liami them, nëse thotë ajo jo nuk e njeh, ja ku e ke Liami, mund të njihësh e para. Jo, normal me tavolinë. Më falë, njeh një Liam, do thotë jo nuk e njeh, mund të njihësh Liami e para. Okej, super. E dytë, merr dishënime me rob shtëpisë. Pëlqeu? Okej. E dyta, dëgjoj, që mos ta zgjasim shumë, ti them vetëm do të di me kë jeni tavolim, që mos ta injoroj tavolim, të respektoj ty se je super femër e para. E dyta, dali mos i ikim qijemi direkt me në hotel ose ke shtëpia ime, ose ikim hajmë në i drekt, qatë dush. Po, synimi im është qijemi dhe flasim. Po, iksa atë se boti me rob shtëpie, vetëm t'jesh pse ka të drejt këtu, jo një sekond, ka shumë shanse, këtu nuk e bëj, pse nuk e bëj, se ne jam dikushi. Edhe e di shumë mirë, bravo. Kjo është ideja, që femrat këtu do thonë ik mo idiot o rrotkari, çfarë të fol. Këto e diu. Dhe nuk e bëj. Po prandaj ta thash sepse e kam bërë për shembull në Gjermani dhe ka funksionuar. Okej, për në Gjermani kjo e dyta, jo këtu, mos e provoni në Shqipëri. Ka gjëra, pastaj ka pasur edhe raste të tjera që i kam thënë ke 10 minuta kohë për mua për shembull. Si gjynaf, dhe i kam thënë ka 18 cm, aty fosin. Kështu gjëra. Ka qesh, tha o idiot, u pam pas 10 minuta shkebari, prap erdhim foli dhe ndodhi ajo që duhet ndodhi. Pra, janë ato gjërat që andej ndodhin, po këtu është shumë e vështirë. E kuptoj, këtu është shumë e vështirë. Por unë nuk është se kam ndonjë proces kur pëlqej një femër, si vjen. Po kështu thu, për shembull nëse të refuzojnë, të bie konfidenca ose është pjesë, është okay. Është okay, më zemër se. Unë kam qenë shumë këtë nga çunat që më thonë që nuk shkruajon ti flas asaj se po më tha, po më refuzoi mua ajo, unë pastaj bëhem keq, e kuptoj. Po ka problemin me veten ai. Po kjo do të shumë rëndomt këtu. Po atëherë duhet gjejnë mënyrën, ja të marrë një nga këto mënyrat e mia, me që pas ka ndodhur 1 herë, 2 herë, 3 herë, edhe kështu të refuzohet fakt, ta provoj kështu si e bëj unë, mase nuk refuzohet. Edhe na thonin komente po ju funksionojnë. Po si ju funksionojnë, më ka Liami mu $20 borxh. Çdo herë që nuk funksionon. Për çdo herë. Amon mos i shkruani. Shkruani në gjë pozitive që ai $20 që ti kit vi. Kështu jo, po u vonu rritet interesi, ja. Okej. Është me interes. Po duhet ta kishë më bëtëm kur po për zotin ashtu dhe të bëjmë. Okej. Zonja dhe zotrin, Liam Mandiaro. Po hap një butik vagon online. Ju falenderoj të gjithëve që na pat të kjo vajzë simpatike me këtë emision super. Ju sugjeroj që të gjithëve në të ardhmen, në qoftë se do keni nevojë për diçka të mirë, të bukur, mund të vini, mund të shihni online tek Vagon AL. Faleminderit gjithë. Respekt. Se duhet të kishim mes. Ha? Je super.